IVAIC është një ndër sindromat madhore infektive që po bën mbi 3 dekada tek ne. Është ndër sëmundjet me peshë, qoftë mjekësore, qoftë sociale, qoftë familjare madhore. Në shërbimin tonë trajtojnë adultët, grup moshat mbi 14 vjeç. Dhe ajo që ne vëmë re është që është popullata aktive më shumë predominuese me këtë sindrom. Është sëmundje që nuk prek një individ, mund të prek partner, mund të prek një familje. Mesazhi i rëndësishëm është testimi, skrimimi i moshave të reja dhe i grupeve në risk. Që do të thotë, ofrimi i testimit të HIV-it në Shqipëri është kudo, është në spitale, është në njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, skrimimi i grave shtatzëna për evidentimin e hershëm, trajtimin dhe parandalimin e transmetimit. Këshillimi me mjekun specialist në çdo moment. Në shërbimin tonë ofrohet konsulenca me psikologët edhe punonësit social, sepse nuk është problem individual, është problem familjar, është problem social që kërkon jo vetëm trajtimin medikamentos, por kërkon dhe suportin psikologjik, kërkon dhe suportin social. Vendi jonë rankohet në të njëjtat raporte si në vendet e rajonit përreth. I referohem Maqedonisë, Kroacisë, Slovenisë, vendeve të Ballkanit. Predominojnë numri i meshkujve më shumë se sa i femrave. Është shumë e rëndësishme për moshat e reja dhe grupet në risk depistimi. Deri tani ende nuk ka një vaksinë që ta parandalojë. Ajo që ne kemi në dorë është konsultimi me mjekët specialist për profilaksinë para ose pas ekspozimit.